Ardit shehu edhe pse në moshë të re, tashmë zotron mirë artin e gatimit në kuzhinë. Arditi po përgatit mëngjes me produkte dhe shije të ndryshme, të cilin e servon vetëm për pak minuta për klientët dhe vizitorët e Panairit Horeca, që po mbahet në Prishtinë, ku po marrin pjesë përfaqësues të sektorëve të hotelerisë, gastronomisë dhe turizmit. Arditi shprehet se tashmë mundësitë për përgatitje të ushqimit cilësor janë shumë të mëdha, duke kursyer edhe kohë në procesin e punës. Po përgatisim mëngjesin, omlet, vonë sy, këpurdha portobella, vishle, domate, thjesht për imen përgjithësi, me bo, dhe më thunë si mini burgera, thjesht për degustim të pjesëmarrësve në Panair. Panair është shumë mirë, shkon është thjesht për pajisjet e reja me po shkako, dhe më thunë trend, thjesht është një update për biznesin përgjithësi. Shembull me këto furrat me punu është tjetër nivel, mundesh me bo, dhe më thunë gjithçka, thjesht mundesh me zi, me pjek, me përzhit, me zi, çdo gjë, dhe më thunë, shka do që ofron kuzhina, thjesht të pajisjet e buajnë. Në këtë Panair po merr pjesë edhe Avni Haxhiu, i cili prezanton produktet e tij për pjekjen e picave, si dhe pajisjet të avancuara për përgatitjen e ushqimit. Jam shumë i kënaqur që marr pjesë në këtë Panair të gastronomisë dhe të Horecës me një mënyrë që ka organizuar për ne edhe për pajisjet që i ka të gjitha këtu prezent. Na tash sapo pjekom picën me brum napolitana në këtë furrën që është deri në 500 gradë, që dikon për 1 minutë 30 sekonda maksimumi do të veç piqet pica. Është puna e brumit që do të mu fermentu. Fermentimi i brumit është 73 orë dhe në 74 orë do të 2 deri në 3 ditë që rrin dhe e salçohet. Është puna e millit, që milli ka protein, do të thotë milli është 00 që ka protein më tepër, që e bon këto pak më të veçantë, për ato quhet edhe picë napolitana. Ka njerëz të interesuar që vinë, që i gustojnë si ushqimet, si i shohin pajisjet, që janë pajisjet më të reja, me thonë me një farë mënyrë që çdo herë po del çdo risi, për atë na jena me bo prezantimin e çdo produkti. Mes ekspozuesve të shumt në Panair është edhe Arsim Kqiku, i cili prezanton përgatitjen e mishit të viçit me pajisje moderne. Sipas tij, këto teknologji mundësojnë që ushqimi të ruaj vlerat ushqyese dhe cilësinë e tij. Ky Panair ose ky festival është një mundësi shumë e mirë, por ne kuzhinierë si profesionistë, por edhe ata që e kanë dojnë ta marrin këtë profesion, se ka pajisje më inovative në treg edhe më gjerë. Çdo recetë ku të përgatitet edhe si produktet ka rëndësi të madhe, marinimi i tyre, por rëndësia tema e madhe është kur ki pajisjen profesionale. Procesi është i pjekjes. Tash fura është as profesionale me thëngjell shumë kvalitet, që nuk e hup as cilësitë e misë, që as shijen, as lancet që. Tash të hapim është bo mishi. Gjeni të furrës. Si në këtë papu. Era është super kvalitativ. Nuk i ka u pas pak lancet. Kjo është e rëndësishme të pjekja e mishit. Ndërsa organizatori i Panairit, Burim Kuraja, e vlerëson këtë ngjarje si një mundësi e rëndësishme për të gjithë profesionistët, pronarët, menaxherët dhe kuzhinierët për të qenë në hap përpara me të rejat e teknologjisë në sektorin Horeca. Sipas tij, nga pajisjet moderne të kuzhinës e deri tek përbërësit artizanal, kompani tona vendore dhe ndërkombëtare kanë sjell gjithçka që nevojitet për të lehtësuar procesin e gatimit dhe për të zhvilluar biznesin e të interesuarve. Organizimi është bërë në kuadër të Panairit Horeca komplet, për arsye që mos jetë vetëm për një kompani, por të jetë për të gjitha kompanitë që e plotësojnë sektorin si zinxhir. Nëse flasim për pjesën e gastronomisë, nuk është vetëm pjesë edhe ushqimit edhe fjetjes, mirë po kemi shumë gjëra tjera që duhet bërë, në kuptimin që do të kemi edhe lëndën e parë,
të pjesën edhe tek pjesa e themi detergjenteve, pastrimit, mirëmbajtjes, lënda e parë nga produktet e mishit, vezëve e tjera. Kuraja shton se janë të kënaqur me vizitorët të shumtë të cilët po kanë mundësi për t'i shijuar produktet ushqimore, si dhe për t'i parë pajisjet në lëmin e gastronomisë, hotelerisë dhe turizmit. Sipas tij, këtu fitohen një uri të vlefshme dhe këshilla praktike për të përmirësuar teknikat e gatimit me pajisjet profesionale, ndaj vendi adekuat për të krijuar partneritetet e reja dhe të shkëmbimit të ideve me të apasionuarit pas arteve të kuzhinës është ky panair. Ka shumë prodhues vendor që kanë produkte shumë bukura, shumë të mira, të cilat mundet me him punë çdo gastronome. Njëkohësisht kemi edhe shumë pajisje të tilla të cilat munden me ngrit nivelin e cilësisë së prodhimeve në përgatitje finale. Ka recetura të ndryshme, kemi disa shefa nga Italia dhe shtetet tjera si Spanja, Italia, Gjermania dhe Franca. Atëherë do thotë ata bëjnë masterclass, të cilat ato masterclassa prezantojnë edhe receturat e ndryshme. Varësisht prej kërkesave që janë, a është pjesa e pastave, apo është e pizzave, apo është themi e pjekjes vertikale ose furave me ovull ose konvencionale, apo edhe ato që janë deri te materijat që janë me AI. Po ashtu këtë vit, me kërkesë të odës ekonomike, në këtë panair janë angazhuar 50 nxënës të shkollave të Kosovës, të cilëve u është dhënë mundësi që të bëjnë trajnime ekstra nga shefat ndërkombëtar dhe vendor.